Në Këlqyr, një zanat i trashëguar brez pas brezi vazhdon të i rezistoj kohës. Në mullirin e Naim Allamanit, ku bluhet gruri dhe misri, tradita dhe teknologjia bashkjetojnë, duke mbajtur gjallë një profesion që ka ushqyer familje të tëra ndër vite. Prej 35 vitesh, Naim Allamani punon në mullirin që ka trashëguar nga babai dhe gjyshi. Edhe pse koha ka sjellë ndryshime, mullinët e vjetër janë ruajtur, ndërsa krahas tyre janë përshtatur mekanizma më të avancuara që e bëjnë procesin e bluarjes më efikas pa humbur frymën e traditës. Kemi tradicionin babai, ai e kanë gjysh, te kemi për vetë, po ata mullin që kanë qenë me ujë, ata e bën me korrent. Pastaj dëm ne këtë. Kjo është bloja bio, s'ka asnjë lloj ndryshe. Me pastrim, me larje, me tharje, me të gjitha mesit e komplet. Edhe me gure kemi, edhe është moderne, kemi në italiane. Për Naimin, kjo nuk është thjesht një punë, por një trashëgimi familjare që ka ushtruar me krenari. Ne kanë traditë familjare. Unë llogarit kanë kaptor kufirin. Asnjëherë. Në krenar nuk ka këtë vej. Sa tha, tradita familjare është krenar. Banorët vijojnë të preferojnë mullirin për bluarjen e grurit dhe misrit, pasi vlerësojnë cilësinë. Vit për vit unë marrë të bukur. Edhe nga herë ku s'keni, vinë marrë, se kanë mielin të shkëqyrë. Cili është dallimi mes këtij mielli dhe mielli që tregtohet nëpër markete? Është një mirë ty sa ajo ishte ndenjë. Edhe marrim tu që bëjmë jo peta, krajina jo, njo peta, jo rosnicka, ka më shi. Është bio, si thonë. Kosa mama fusha dhe punoj tu në e Mes traditës dhe teknologjisë, mulliri Naim Allamanit vijon të mbetet një pikë referimi për banorët e Këlqyrës, duke mbajtur gjallë një zanat të trashëguar brez pas brezi.